në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, kuvendi është i konstituuar, nuk ka asnjë arsye që të refuzohet miratimi i buxhetit të RTK-s nga kuvendi. Ndërsa qeveria në anën tjetër e ka të pamundur të ofroj overdraft mbi overdraftin. Kur vetë themeluesi i Radio Televizionit Kosovës, që është kuvendi i Republikës, refuzon të alokoj buxhetin. Të nderuar deputet, çdo kuvend ka legjitimitet që të marrë vendime në dobi të shtetit e të shoqërisë. Legaliteti vlen për të mbështetur legjitimitetin që kuvendit i buron nga populli. E drejta duhet edhe të ketë efekt në shoqëri. Nuk mjafton të jetë letër procedurash. Demokracia një mend është edhe procedurë, por procedurë për t'i bërë mirë shtetit dhe shoqërisë. Buxheti i vitit 2026, që ka propozuar Qeveria e Republikës Kosovës, që është miratuar në mbledhjen tonë, është tejet i rëndësishëm sepse duhet që janari t'i gjejë të gjithë me paga e me rritjet e merituara të cilat burojnë nga rritja ekonomike. Të nderuar deputet, në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të bruto produktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitorëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, po rrezikojmë të kemi krizë sociale, nga kriza buxhetore, financiare, për shkak të keqpërdorimeve të procedurave. Le të mos keqpërdorim procedura. Le të jemi në nivel të përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të popullit